Në mes të pasdites, shtëpia ishte e mbushur me zhurmën e hapave dhe ritmin e ngutshëm të ditës. Alba, e cila po lëvizte me nxitim nga një dhomë në tjetrën, ishte e shpërqendruar dhe mendjen e kishte diku tjetër. Ajo kishte marrë përsipër disa detyra njëherësh dhe po përpiqej t'i kryente sa më shpejt, pa vënë re gjithçka që ndodhte rreth saj. Në një moment, teksa kaloi korridorin me vrap, këmbët e saj u ngatëruan pa dashje me një prej batanijeve të hedhura në dysheme. Pikërisht aty pranë ndodhej Bia, e ulur dhe e përkulur për të mbledhur disa sende që i kishin rënë. Alba, e humbur nga ritmi i shpejt, nuk e vuri re praninë e Bies dhe, duke tentuar të ruante ekuilibrin, u përplas lehtë me të. Si pasojë e lëvizjes së papritur, Alba e kapi pa qëllim Bian nga krahu, vetëm sa për të mbajtur që të mos rrëzohej ajo vetë. Por për shkak të vrullit, në vend që të stabilizohej, ajo e tërhoqi Bian pas vetes përgjatë korridorit për disa hapa. Nuk ishte as pak një veprim i qëllimshëm, ishte thjesht një reagim i çastit, i shkaktuar nga humbja e ekuilibrit dhe frika e rënies. Bia, e habitur nga të gjithë situata, nuk e kuptoi menjëherë çfarë kishte ndodhur. Të dyja u ndalën vetëm kur Alba arriti të mbështeste dorën tek muri, duke marrë frymë thellë dhe duke e kuptuar se çfarë aksidenti të pakëndshëm kishte shkaktuar pa dashur. "Më fal, Bia. Nuk e pash fare," më rëshiti këmba, tha Alba e shqetësuar, duke u kthyer nga ajo. Bia u ngrit ngadalë, e paksa e tronditur, por pa ndonjë lëndim serioz. Ajo ja mori faljen me qetësi, por incidenti i papritur i la të dyja për disa çaste në heshtje, si për të kuptuar se sa shpejt një lëvizje e pakujdesshme mund të kthehej në një situatë të sikletshme. Pjesa tjetër e ditës kaloi mes shpjegimeve, sqarimeve dhe përpjekjeve që atmosfera të kthente në normalitet. Të dyja e kuptuan se incidenti kishte qenë thjesht një keqkuptim i madh, i shkaktuar nga nxitimi dhe jo nga ndonjë synim i keq.